Në një botë ku sëmundjet serioze po përhapen me një ritëm shqetësues dhe trajtimet konvencionale shpesh shoqërohen me efekte anësore të rënda, shumë njerëz po kërkojnë metoda natyrale dhe të fuqishme për të përmirësuar shëndetin e tyre dhe për të mbrojtur trupin nga sëmundje. Një nga praktikat më të diskutueshme, por edhe më të studiuara së fundmi, është agjërimi i zgjatur dhe në veçantë agjërimi i 40 ditor, i cili ka tërhequr vëmendjen e shkencëtarëve, mjekëve dhe praktikuesve të shëndetit alternativ. Çfarë bën këtë praktik kaq të fuqishme? Si mund të ndihmojë në luftën kundër kancerit? Përgjigjet gjenden në mënyrën se si trupi ynë funksionon në nivel celular, metabolik dhe imunitar gjatë periudhave të kufizimit të ushqimit. Agjërimi si proces biologjik. Agjërimi nuk është thjesht një praktik fetare ose spirituale, siç shumë njerëz mendojnë. Ai është një proces biologjik që detyron trupin të aktivizojë mekanizma të brendshëm të mbrojtjes dhe rigjenerimit. Kur trupi nuk merr ushqim për një periudhë të gjatë, fillon të përdor rezervat e yndyrës dhe glikogjenit, duke çliruar energji dhe duke aktivizuar një proces që quhet autofagji. Autofagjia është një proces ku qelizat e trupit pastrojnë komponentët e dëmtuar dhe toksina që grumbullohen me kalimin e kohës. Ky proces jo vetëm që përmirëson funksionin qelizor, por gjithashtu mund të pengojë zhvillimin e qelizave kancerogjene. Shkencëtarët kanë zbuluar se gjatë agjërimit të gjatë, qelizat kanceroze shpesh bëhen më të ndjeshme ndaj stresit metabolik dhe më pak të afta të shumohen. Në fakt, disa studime sugjerojnë se agjërimi i kontrolluar mund të rrisë efektin e kimioterapisë dhe të mbrojë qelizat e shëndetshme nga dëmtimi. Agjërimi 40 ditor dhe sistemi imunitar. Një nga arsyet kryesore pse agjërimi 40 ditor po konsiderohet një aleat i fuqishëm kundër kancerit është rikuperimi dhe rinovimi i sistemit imunitar. Kur agjërojmë, trupi aktivizon prodhimin e qelizave të reja të bardha të gjakut dhe përmirëson aftësinë e trupit për të identifikuar qelizat e dëmtuara apo qelizat kancerogjene. Ky fenomen është quajtur resetimi i sistemit imunitar, dhe është një nga arsyet pse disa pacientë raportojnë përmirësime të dukshme në shëndetin e tyre gjatë dhe pas periudhave të agjërimit. Përveç kësaj, agjërimi ndihmon në uljen e inflamacionit kronik, i cili është një nga faktorët kryesor që nxit zhvillimin e kancerit. Kur inflamacioni ul nivelin e stresit oksidativ dhe forcon mbrojtjen natyrale të trupit, qelizat e dëmshme nuk kanë më një ambient të favorshëm për të shpërndarë tumorin. Agjërimi dhe hormoni i rritjes. Gjatë periudhave të agjërimit të gjatë, trupi rrit prodhimin e hormonit të rritjes, i cili luan një rol të madh në rigjenerimin e indeve dhe mbrojtjen kundër dëmtimeve qelizore. Hormoni i rritjes ndihmon gjithashtu në rritjen e masës muskulore dhe forcimin e energjisë trupore, duke e bërë trupin më rezistent ndaj stresit dhe sëmundjeve kronike. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për pacientët që luftojnë me kancerin, pasi trupi i tyre shpesh dobësohet nga trajtimet e rënda si kimioterapia ose radioterapia. Përfitimet metabolike. Një tjetër aspekt i rëndësishëm i agjërimit 40 ditor është përmirësimi i metabolizmit të glukozës dhe yndyrnave. Qelizat kancerogjene shpesh varen nga glukoza për të mbijetuar dhe për të shumuar. Kur nivelet e glukozës dhe insulines bien gjatë agjërimit, qelizat kancerogjene humbasin burimin e tyre kryesor të energjisë, ndërkohë që qelizat normale janë më të adaptueshme dhe mund të përdorin yndyrën dhe trupin ketonik si energji alternative. Ky proces quhet vdekja e programuar e qelizave kancerogjene, apoptoza, dhe është një nga mekanizmat që mund të ndihmojnë në frenimin e zhvillimit të tumorit. Faktor psikologjik dhe shpirtëror. Përveç përfitimeve fizike, agjërimi 40 ditor ka edhe një efekt të thellë psikologjik dhe shpirtëror. Kjo praktik ndihmon në forcimin e vetëdisiplinës, menaxhimin e stresit dhe përmirësimin e fokusit mendor. Stresi kronik është një faktor i njohur që dobëson sistemin imunitar dhe mund të favorizojë zhvillimin e kancerit. Duke kontrolluar urinë dhe duke praktikuar agjërimin, individët shpesh përjetojnë një ndjenjë qetësie dhe mirëqenjeje, e cila përkthehet edhe në një mbrojtje më të fortë trupore. Kjo është një pjesë e detajuar dhe e thelluar e hyrjes dhe shpjegimit biologjik të agjërimit 40 ditor dhe lidhjes së tij me kancerin. Në pjesët e ardhshme mund të shtojmë studime konkrete, tregime pacientësh, udhëzime praktike se si të realizohet një agjërim i sigurt dhe rreziqet e mundshme. Studime shkencore dhe mekanizma qelizor të agjërimit 40 ditor. Në vitet e fundit, shkencëtarët kanë nisur të studiojnë me seriozitet efektet e agjërimit të gjatë në trupin e njeriut dhe në mënyrën se si ai ndikon në qelizat kancerogjene. Shumë nga këto studime janë realizuar fillimisht në kafshë, por rezultatet janë aq premtuese sa kanë shtyrë hulumtime klinike te njerëzit.
Një nga zbulimet më të habitshme është se agjerimi mund të programojë qelizat për të vdekur në mënyrë të kontrolluar dhe për të forcuar qelizat e shëndetshme. Studime në kafshë. Në laboratorët e biomedicinës, studiuesit kanë parë se miu që i nështrohet një agjerimi 40 ditor, ka një rritje të dukshme të prodhimit të qelizave të bardha të gjakut dhe një ulje të inflamacionit në inde të ndryshme. Inflamacioni kronik është një nga shkaqet kryesore të zhvillimit të kancerit, sepse krijon një mjedis të favorshëm për rritjen e qelizave kancerogjene. Për më tepër, qelizat kanceroze që janë më të ndjeshme ndaj mungesës së energjisë shpesh shkatërohen, ndërsa qelizat normale përshtaten dhe mbjetojnë. Një studim tjetër mbi kafshët tregoi se periudhat e agjerimit ulin ndjeshëm rritjen e tumoreve të gjirit dhe të zorrëve. Kjo ndodh sepse agjerimi ul nivelin e glukozës dhe insulines në gjak, duke bërë që qelizat kanceroze të humbasin karburantin e tyre kryesor për rritje dhe shumim. Studimet e njerëzit. Edhe pse studimet klinike të njerëzit janë më të kufizuara, rezultatet janë gjithashtu premtuese. Në disa hulumtime të vogla, pacientët që ndoqën periudha të kontrolluara të agjerimit para trajtimeve kimike raportuan më pak efekte anësore dhe një përmirësim të ndjeshëm në energjinë dhe shëndetin e përgjithshëm. Kjo ndodh për shkak se agjerimi forcon qelizat normale, ndërkohë që dobëson qelizat e sëmura, duke i bërë trajtimet konvencionale më efektive. Përveç kësaj, agjerimi stimulojnë prodhimin e trupave ketonik, të cilët përdoren si energji alternative nga qelizat normale. Qelizat kancerogjene, nga ana tjetër, nuk janë aq fleksibël dhe shpesh dështojnë të përdorin ketonët, duke rezultuar në vdekjen e tyre të programuar. Mekanizmat molekular. Në nivel molekular, agjerimi 40 ditor aktivizon një sër proteinash dhe rrugësh që promovojnë rigjenerimin dhe mbrojtjen qelizore. Disa nga më të rëndësishmet janë mtor, meqanistit target of rapamycin. Ky është një sensor i energjisë që ndalon rritjen e qelizave në mungesë të lëndëve ushqyese, duke e bërë qelizën kancerogjene më të ndjeshme ndaj stresit. EPK, ampactivated protein kinase. Aktivizohet gjatë mungesës së energjisë dhe promovon shkatërimin e qelizave të dëmtuara. Sirtuins, proteina që ndihmojnë në rigjenerimin e ADN-s dhe mbrojnë qelizat normale nga dëmtimi oksidativ. Kombinimi i këtyre mekanizmave krijon një mjedis ku qelizat normale rigjenerohen dhe forcohen, ndërsa qelizat kanceroze nuk mund të mbjetojnë. Shembuj real. Janë raportuar disa raste të pacientëve që kanë përjetuar përmirësime të jashtëzakonshme duke praktikuar agjerimin e zgjatur në mbikëqyrjen e mjekut. Në disa nga këto raste, tumoret janë të kurrur ndjeshëm ose janë bërë më të lehta për t'u trajtuar me kimioterapi. Për shumë njerëz, kjo nuk është vetëm një çështje fizike, por edhe një ndryshim psikologjik. Agjerimi mëson trupin dhe mendjen të lidhen më fort me vetë rigjenerimin dhe vetë shëndetësimin. Si të realizohet një agjerim 40 ditor në mënyrë të sigurt dhe efektive. Ndërsa efektet e agjerimit 40 ditor mund të jenë të jashtëzakonshme për shëndetin dhe për luftën kundër kancerit, është jashtëzakonisht e rëndësishme të theksohet se ky është një proces i gjatë dhe intensiv, dhe nuk duhet të ndërmerret pa njohuri dhe mbikëqyrje të duhur mjekësore. Një agjerim i keq menaxhuar mund të shkaktojë dehidrim, mungesë elektrolitesh, humbje muskulore dhe probleme të tjera serioze shëndetësore. 1. Përgatitja për agjerimin. Para se të filloni një agjerim të gjatë, trupi duhet të përgatitet gradualisht. Disa hapa të rekomanduar për përgatitje janë: ushqyerja kontrolluar. Disa javë para fillimit të agjerimit, ulni gradualisht sasinë e ushqimeve të përpunuara, sheqerit dhe yndyrave të ngopura. Fokusohuni të ushqime të pasura me fibra, proteina dhe yndyra të shëndetshme. Hidratimi. Sigurohuni që të pini mjaft ujë çdo ditë, sepse hidrati është baza për mbjetesën gjatë agjerimit. Detoks gradual. Disa njerëz përfitojnë nga ulja e kafeinës, alkoolit dhe produkteve të gazuara për të reduktuar stresin e mëlçisë dhe stomakut gjatë ditëve të para të agjerimit. 2. Udhëzimet gjatë agjerimit. Gjatë agjerimit 40 ditor, disa rregulla kryesore duhet të ndiqen për të shmangur rreziqet. Pini shumë ujë. Trupi nuk merr lëngje nga ushqimi, prandaj duhet të kompensohet me ujë të mjaftueshëm, përafërsisht 2-3 litra në ditë, ose më shumë në varësi të aktivitetit fizik. Mbani një dietë minimale të lëngshme, opsionale. Disa njerëz përdorin lëngje bimore të pasheqeruara për të lehtësuar stresin e trupit. Kjo mund të ndihmojë trupin të marrë minerale dhe vitamina të nevojshme. Pushim dhe aktivitet i lehtë. Aktivitetet e rënda fizike duhet të shmangen, sepse trupi nuk ka energji të mjaftueshme. Ecja e lehtë, yoga dhe meditim janë të rekomanduara.
3. Kujdesi mjekësor. Agjërimi i gjatë duhet të bëhet gjithmonë në mbikëqyrje të mjekut, veçanërisht nëse keni sëmundje kronike si diabet, hipertension ose probleme të zemrës. Mjeku mund të monitorojë parametrat jetësor, si presioni i gjakut, niveli i sheqerit dhe elektrolitet, për të siguruar që agjërimi nuk shkakton dëme. 4. Shenja që tregojnë probleme. Gjatë një agjërimi të zgjatur, është e rëndësishme të njihni shenjat paralajmëruese që trupit i mungon diçka. Marramendje e fortë ose humbje e vetëdijes. Dobësi ekstreme ose dhimbje të forta muskulore. Rrahje të shpejta ose të çrregullta të zemrës. Dehidrimi i rënd, shenja të thatësisë ekstreme të gojës, mungesë urinimi. Nëse ndodh ndonjë nga këto simptoma, agjërimi duhet ndërprer menjëherë dhe duhet kërkuar ndihmë mjekësore. 5. Si të dalësh nga agjërimi. Për shumë njerëz, dalja nga agjërimi është po aq e rëndësishme sa dhe faza e tij. Pas 40 ditësh, stomaku ka tkurrur dhe trupi ka përjetuar mungesë të ushqimit. Hapi gradual i ushqyerjes është thelbësor. Filloni me lëngje të lehta bimore, supa të pasura me minerale dhe fruta të buta. Pas disa ditësh, shtoni perime të ziera dhe proteina të lehta si peshk ose vezë. Vetëm pas një periudhe përafërsisht një javore, mund të riktheheni tek ushqimi normal, duke shmangur sasinë e tepërt për të mos krijuar stres mbi sistemin tretës. Në këtë pjesë kemi mbuluar udhëzimet praktike dhe kujdesin gjatë agjërimit 40 ditor, duke e bërë procesin të sigurt dhe efektiv. Historitë reale dhe përvojat e njerëzve me agjërimin 40 ditor. Për shumë njerëz, teoritë shkencore dhe mekanizmat qelizor janë interesante, por ajo që i bën agjërimet e gjata vërtet të prekshme janë historitë e njerëzve që i provuan në praktikë. Agjërimi 40 ditor ka ndryshuar jetë njerëzish që kishin humbur shpresën për shëndet më të mirë ose që po luftonin me sëmundje serioze si kanceri. Rasti i Anas. Përballja me kancerin e gjirit. Ana ishte një grua 52 vjeçare e diagnostikuar me kancer të gjirit. Pas cikleve të vështira të kimioterapisë, energjia e saj ishte minimale dhe trupi i saj kishte humbur shumë rezistencë. Pas konsultimit me mjekun, Ana vendosi të provonte një periudhë të kontrolluar agjërimi 40 ditor. Gjatë ditëve të para, ajo ndjeu një dobësi fizike dhe lodhje, por mjekët e saj monitoruan çdo hap të procesit. Gradualisht, Ana raportoi një rritje të energjisë dhe qetësim mentale. Pas 4 javësh, rezultatet e testimeve treguan një ulje të inflamacionit dhe një përmirësim të përgjithshëm të parametrave të gjakut. Ky rezultat nuk zëvendëson kimioterapinë, por e ndihmoi trupin e saj të rigjenerohej dhe të përballonte më mirë trajtimet konvencionale. Historia e Markut. Lufta me tumorin e zorrve. Marku, një burr 60 vjeçar, kishte tumor në zorr që po e pengonte të bënte aktivitetet e përditshme. Ai vendosi të përfshinte agjërimin 40 ditor në planin e trajtimit, në mbikëqyrje të specialistëve. Përveç efektit fizik, Marku vuri re një qetësi të jashtëzakonshme mendore, më shumë fokus dhe aftësi për të menaxhuar stresin. Ndërkohë që tumorin e trajtonte me kimioterapi, agjërimi ndihmoi trupin e tij të rigjeneronte qelizat e shëndetshme dhe të rezistonte ndaj efektit të lodhjes. Përvoja e lirisë. Rigjenerimi dhe shëndeti mendor. Liria, një 48 vjeçare, nuk kishte kancer, por luftonte me inflamacion kronik dhe lodhje të vazhdueshme. Ajo provoi një agjërim 40 ditor për të përmirësuar shëndetin dhe për të stimuluar rigjenerimin e trupit. Përveç përfitimeve fizike, liria raportoi një ndjenjë shpirtërore dhe psikologjike të papërshkrueshme. Ajo ndjeu qetësi të brendshme, përmirësim të gjumit dhe më shumë energji për të përballuar jetën e përditshme. Përfitimet e përbashkëta të këtyre përvojave. Nga këto histori mund të nxjerrim disa përfitime të përbashkëta që njerëzit vërejnë gjatë dhe pas agjërimit 40 ditor. Rritja e energjisë dhe qetësisë mentale. Trupi dhe mendja rifitojnë balancën natyrale. Rigjenerimi i qelizave. Trupi përdor mekanizmat e autofagjisë dhe rigjenerimit për të pastruar qelizat e dëmtuara. Përmirësimi i sistemit imunitar. Qelizat e bardha të gjakut forcohen dhe trupit i shtohet rezistenca natyrale ndaj sëmundjeve. Ndjenja e fuqisë dhe vetdisiplinës. Njerëzit ndihen më të lidhur me trupin dhe mendjen e tyre. Përmirësimi i parametrave metabolik. Reduktohet niveli i sheqerit, insulinës dhe inflamacionit, duke krijuar një mjedis më pak favorizues për qelizat kancerogjene. Kujdes dhe realitet. Edhe pse këto histori janë frymëzuese, është e rëndësishme të theksohet se agjërimi 40 ditor nuk është një kur magjike për kancerin.
Ai është një metodë që mund të ndihmojë trupin të rigjenerohet, të mbështesë trajtimet konvencionale dhe të përmirësojë shëndetin e përgjithshëm. Por duhet gjithmonë të kombinohet me udhëzimet e mjekut dhe trajtimin profesional. Kjo pjesë tregon qartë aspektin njerëzor dhe përfitimet konkrete të agjerimit, duke e bërë artikullin të lidhur emocionalisht me lexuesin. Përfundime, këshilla dhe mesazhe motivuese për agjerimin 40 ditor. Agjerimi 40 ditor është një praktikë që ka tërhequr vëmendjen e shkencëtarëve, mjekëve dhe njerëzve të zakonshëm për shkak të efekteve të tij të thella mbi shëndetin. Gjatë këtij artikulli kemi zbuluar arsyet biologjike, mekanizma qelizor, studimet shkencore dhe përvojat reale të njerëzve që tregojnë se ky agjerim mund të jetë një mjet i fuqishëm për rigjenerim, mbrojtje kundër sëmundjeve dhe përmirësim të mirëqenies së përgjithshme. Përfitimet kryesore të agjerimit 40 ditor. Rigjenerimi qelizor dhe autofagjia. Trupi pastron qelizat e dëmtuara dhe toksinat, duke zvogëluar mundësinë e zhvillimit të qelizave kancerogjene. Forcimi i sistemit imunitar. Prodhimi i qelizave të bardha të gjakut rritet, duke bërë trupin më rezistent ndaj infeksioneve dhe sëmundjeve. Ulja e inflamacionit dhe stresit oksidativ. Një mjedis i qetë brenda trupit ndihmon qelizat e shëndetshme të funksionojnë më mirë. Përmirësimi i parametrave metabolik. Nivelet e sheqerit, insulinës dhe yndyrnave kontrollohen më mirë, duke krijuar një mjedis më pak favorizues për qelizat kancerogjene. Rritja e energjisë dhe qetësisë mentale. Njerëzit raportojnë ndjenja të thella shpirtërore, fokus më të mirë dhe vetë disiplinë. Këshilla për ata që duan të provojnë agjerimin 40 ditor. Planifikoni me kujdes. Diskutoni me mjekun tuaj çdo plan për agjerim të gjatë, sidomos nëse keni probleme shëndetësore kronike. Filloni gradualisht. Para se të nisni 40 ditë të plota, provoni periudha të shkurtër agjerimi për të adaptuar. Mbani hidrimin. Pini ujë të mjaftueshëm gjatë gjithë ditëve të agjerimit. Monitoroni trupin. Kujdesuni për çdo simptom alarmante si dobësi ekstreme, marramendje ose dehidrim. Dalja e kujdesshme nga agjerimi. Rihyni tek ushqimi normal gradualisht, duke filluar me lëngje të lehta, supa dhe ushqime të buta. Mesazhi motivues. Agjerimi 40 ditor nuk është thjesht një praktikë fizike. Ai është një udhëtim i thellë trupor dhe shpirtëror. Ai mëson durim, vetë disiplinë dhe respekt për trupin tuaj. Për shumë njerëz, ky proces është transformues. Nuk ndryshon vetëm shëndetin, por edhe mënyrën se si e perceptojnë jetën dhe vetveten. Siç tregojnë historitë reale të Anas, Markut dhe Liris, agjerimi mund të jetë një aleat i fuqishëm, veçanërisht kur përdoret në mënyrë të sigurt dhe të kontrolluar. Ai nuk është një kur magjike, por një metodë që ndihmon trupin të rigjenerohet, të forcohet dhe të përballojë sëmundjet më mirë. Përfundim. Në fund të ditës, agjerimi 40 ditor është një kombinim i shkencës, disiplinës dhe fuqisë së natyrës njerëzore. Kur praktikohet me kujdes, ai mund të sjellë përfitime të jashtëzakonshme për shëndetin fizik dhe mental. Për ata që dëshirojnë të provojnë këtë udhëtim, mesazhi është i qartë. Filloni gradualisht, mbikëqyreni trupin tuaj dhe besoni në fuqinë rigjeneruese të vetë trupit.